në çështja e besimit është një shpresë. Është një shpresë, por ajo që ne shpresojmë, pra klasa jonë politike, se një shoqëri e pjek klasa politike, e degeneron ajo se e pjek ajo. Dhe këtu pastaj, nëse ata njerëz janë të përgjegjshëm, duhet ngrihen dhe të marrin përgjegjësi dhe ti tregojnë atyre njerëzve që ju japin votën se ata kanë drejt të japin llogari dhe jo ti poshtrojnë. Pra ti atyre njerëzve atje do t'i thuash po i the hoxhës së priftit që i ke thënë atyre që kanë përgjegjësi apo i ke treguar foto me politikan. I ke treguar atyre që ata njerëz atje duhet të marrin përgjegjësi. Merë atë ku desha. Po jo, kjo është ajo ideja sepse fetarisht thuhet, Zoti nuk e nishon gjendjen e një populli për sa kohë nuk nishon vetveten. Jam dakord. Ti duhet ngresh përgjegjësi, sepse nëse shumica e qytetarëve ti e ke shqetësim për sa. Nëse shumica e qytetarëve është kundër deputetit e ministrit se nuk është me atit me vjedh, ti nuk ke ndryshim. Nëse adhuron Hajdutin, nëse do të roket Fortin, nëse do të roket atë që ta me ty, ti nuk ke ndryshim. Feja sipas gjithë Biblës, Kuranit, është morali. Apo jo? Ne kemi humbur besimin ke morali. Ne nuk kemi debate morale. Ne nuk kemi debate ideologjike. Jam plotësisht dakord. Apo jo? Ne nuk besojmë se mund ndryshojmë, sepse politika ka luajtur me dekurajimin i lirë. Jo jemi ke dekurajimi. Janë dekurajuar ata. Po fetarët, po i kapo se tash. Janë dekurajuar ata. Janë dekurajuar ata. Un kam qejf them atë që mendoj unë. Janë dekurajuar më i lirë. Janë dekurajuar më i lirë. Tash jam dakord. Tash feja qoftë muslimanizmi, kristianizmi. Çdo fe, domethënë gjithë abrahimike, domethënë. Abrahimike. Sa i shërben politikës dhe sa politika i shfrytëzon këto. Se ne kemi një humbje besimi dhe kjo nuk është problem sot vetëm në Shqipëri, është problem botror. Është botror. Shikoj gjë. Po se ti je më kompetent për këtë. A nuk vjen keq për shembull, unë kam ndjekur papa, domethënë dia ishte shumë i ashpër për ta që është turp kjo luftë që po bëhet. Por reagojnë institucionet fetare të tjera, por reagojnë shoqëritë të tyre, por reagojnë besimtarët, nëse papa i thotë të gjë, dhe ata nuk reagojnë. Në Amerikë, gjithandej, domethënë ku bëhet kjo gjë. Nëse pa një thirrje alarmante të presidentit Bill Clinton.